Çfarë ndodhi Labinotit pasi zbuloi skandalet e Bigut? Vetëm pak ditë pasi ndezi rjeti me publikimin e një prej skandaleve më të bujshme të këtij sezoni në Big Brother VIP Kosova, në profilet sociale të Labinotit ndodhi një heshtje e çuditshme. Një kthes e papritur, një zhdukje totale. Ai ishte në qendër të vëmendjes pasi publikoi pamjet ku ish banorja Bia Khalifa shfaqej me telefon celular në dorë brenda dhomës së rrëfimit, një situatë që sipas rregullave të formatit konsiderohet shkelje serioze. Por Labinoti nuk u ndal me kaq. Krahas videos, ai lëshoi edhe një paralajmërim të fortë. Kjo është vetëm maja e icebergut. Sipas tij, prova të tjera dhe zbulime të reja ishin gati për të publikuar. Rjeti priste shpërthimin e radhës, por ajo që ndodhi më pas ishte e kundërta. Brenda pak orësh, çdo postim, çdo video, çdo akuzë lidhur me Big Brother VIP Kosova u fshi. Gjithçka u zhduk nga llogaria e tij, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Asnjë shpjegim, asnjë reagim, vetëm heshtje. Kjo lëvizje ngriti menjëherë pikpyetje të mëdha. Çfarë detyroi Labinotin të tërhiqej kaq papritur? A pati presione ligjore? A pati paralajmërime për shkelje kontrate? Apo ndoshta një marrëveshje në prapaskend për të qetësuar situatën? Një gjë duket e qartë. Lufta që ai tentoi të hapte me produksionin ishte një betejë e humbur që në nisje. Kontratat e Big Brotherit nuk janë thjesht disa faqe me nënshkrim. Ato janë dokumente të forta juridike, të dizajnuara për të mbrojtur formatin dhe produksionin deri në detaj. Kur hyn në atë shtëpi, nuk je thjesht banor. Je pjesë e një mekanizmi të madh mediatik ku çdo fjalë, çdo veprim dhe çdo material i regjistruar është i lidhur me klauzola të qarta. Edhe nëse mendon se ke të drejtë, edhe nëse ke parë diçka me sytë e tu, edhe nëse ke një video në dorë, nënshkrimi që ke dhënë mund të kufizojë më shumë se sa imagjinon. Në këtë kontekst, përplasja me produksionin duket si një mur betoni. Mund të përpiqesh ta godasësh, por në fund je ti ai që lëndohesh. Një përplasje pa barabartë mes individit dhe një strukture të fuqishme televizive. Videoja me telefonin e Bia Khalifës u bë shkëndi, por zjarri që pritej të shpërthente u shua para se të merrte formë. Dhe tani mbetet vetëm heshtja, një heshtje që flet më shumë se çdo deklaratë. Sepse ndonjëherë në botën e reality show-ve, loja më e fortë nuk bëhet brenda shtëpisë, por jashtë saj. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.